Nushi janë më të këqij se smundjet për të smurë shqiptar. Me çmimet, me të skaduarat, me të gjitha. Pra, është në detyrimin tonë të përgatisim kuadrin më të mirë, alternativen më të mirë, kundër veprimtarisë shkatrimtare mbi ekonominë e qytetarëve të oligopoleve. Të ndalemi në çdo hall. Të kalojmë në sit të gjitha faktorët që ndikojnë në këto çmime të tmerrshme. Pse rriten çmimet në Shqipëri si në asnjë vend tjetër? Pse Shqipëria me fuqinë blerëse më të ulët në rajon ka çmime më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian? Është në detyrimin madhor të Partisë Demokratike të ndërmarrë një luftë frontale në mbrojtjen më të vendosur të interesave të qytetarëve. Çfarë ndodh me ligjet ekzistuese? Janë ligje shumë të mira. Në qoftë se zbatohen, nuk mundet që çmimet të shkojnë lart e më lart. Të shkojnë më lart se sa vendet me fuqi blerëse 5 herë më të madhe se ne. Ndaj dhe aktualisht problem madhor është nafta, se është impreft. Por do të jemi të vërtet. Po kaq problem është kafshata. Sheqeri, orizi, mishi. Të gjitha këto janë oligopole. Dhe mund të ketë dhe tjera, një sëri tjerash. Edhe njerë, nuk janë fenomen vetëm shqiptar, jo. Jo, oligopolet janë, por ndaj për të mbrojtur konsumatorët, çdo shtet ka ligje dhe institucione të cilat biznese u garantojnë veprimtari normale, u garantojnë fitimin, u garantojnë suksesin, por nga ana tjetër mbrojnë konsumatorin. Ndërkohë, duhet të jap dy ju e ndigjuat se Edi Rama sillet nga Linda tek Belinda, nga Belinda tek Linda. Kjo është e vërteta. Tani, ky dishmitari rrem u tha shqiptarëve se Mirlinda e Akshit e gjora që na banonte në një shtëpi me qera. Kaq e gjor ishte. Dëshmi absolute të besueshme të njerëzve bashkëpunëtorëve më të ngushtë të saj,
të ati që e ka marrë shofer dhe e ka bërë zëvendës drejtor të përgjithshëm, del se zonja ka 2 vila në Palas dhe 1 vilë në Qerret dhe apartamente në Tiranë. Çështja shtrohet, a thirret në skap ky dëshmitari rrem që mashtron shqiptar dhe u thot se ajo ka vetëm, ajo është kaq e varfër sa që banon me qera. Natyrisht ai nuk pranon të shkojë, por shqiptar duhet ta dinë. Dhe tani, pse Edi Rama detyrohet të bëhet dëshmitari rrem i pasurive të mirëlindës? Një njeri mizogen dhe brutal, i njohur për aktet e mizogenisë dhe brutalitetet e tij. Që shtyn atë të bëhet avokat i mirëlindës, atë e shtyn fakti se linda e vërtet e Akshit është linda e Surrelit. Këtu është gjithë problemi. Kjo është absolutisht e vërteta. Se mirëlinda e Akshit ka qenë thjesht një zbatuese për arsye se Akshin de facto e ka drejtuar linda e Surrelit, Ergjys Agasi dhe Frangu Bajanak i Edi Ramës, kunati i lindës së Surrelit. Pra, rezulton se edhe kjo mbrojtje që i bën Edi Rama mirëlindës së Akshit është për interesa strikt familjare. Strikt familjare. Dhe kemi të bëjmë me një përpjekje tjetër për të gropos një çështje e cila jon për masa financiare, por në për masa tërësore, financiare, ligjore, tjere, mafioze të i kalon çdo aferë tjetër të këtij vendi dhe në një vend tjetër. Megjithatë, deri tani, dosja Shturshi. Ergjys Agasi është i lirë. Qytetari digjital thotë se shkon dhe në Surreg. Pra, kur ndonjëherë vendi nuk ka qenë në këtë paralizë si sot. Shteti ligjor është i azgjësuar. Ëndra europiane e shqiptarëve është e hedhur në lanë. Edhe njëherë, përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë sqaruar se nuk është votuar i bari për Shqipërinë. Dhe ata të cilët duhen të paraqesin Shqipërinë sikur është votuar, ata s'kan respektin më minimal për veten e tyre, mashtrojnë popullin, mashtrojnë shqiptarë. Jo, nuk është votuar.
dhe nuk mund votohet, duke u bërë mburoje korrupsionit, duke azgjësuar sistemin e drejtësisë. Çfarë është kapitulli 23-24? Janë sistemi funksionimi i drejtësisë dhe shtetit ligjor dhe lirive të drejtave. Këto janë, për në kapitull kryesor këta, në kapitull themelor, janë shinat më kryesore. Dhe vlerësimi në këto kapitull mbetin klas. Përpiqet Edi Rama ta mbuloj, i cili është varrëmisi i shtetit ligjor dhe luftës kundër korrupsionit. Edhe një herë ju bëj thirrje shqiptarëve. Me datën 17 të gjithë në protestë, në kryengritjen paqësore, si zëri vetëm në Shqipëri. Qytetarët në Shqipëri ka mbetur vetëm zëri i qytetarëve. Për t'i dalë zot vetës. Ndërkohë, do ta mbyll me dy kërkesa tjera për ju, zotëri deputet. Në të gjitha degët e vendit po zhvillohen zgjedhjet. Janë zhvilluar dhe kanë ecur me një normalitet në tërësinë e tyre. Por detyrë më e rëndësishme sot janë antarësimet e reja. Unë bëra dhe dje një mbledhje me drejtuesit politik dhe me koordinatorët. Por secili prej jush është i ftuar të kontribojë në mënyrën më serioze që mund të kontribojë në antarësime të reja. Është jetike për Partitë Demokratike ky proces. Mos harroni që ne kemi një problem madhor, spastrimin etnik për shkak të politikave të Edi Ramës, largim në njerëzve nga Shqipëria. Ndaj dhe duhet ta përparësoni, duhet të kontriboni me të gjithë mundësitë tuaja për antarësime të reja. Duhet ta vlerësojmë në shkallë maksimale. Është kushti gjitha kushteve që kjo forcë politike të rezistoje pamposhtur ndaj kësaj diktature autoritare të bazuar në drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Është pra gjithashtu një tregues në vlerësimin e punës të gjithë secilit. Duhet ta marrim në mënyrën më serioze. Faleminderit. Faleminderit.